Ata që janë këtu, që thonë hap kraun, unë nuk kam parë. Nuk kam parë. Kjo është pasaj që të them, se unë vetë s'di t'i jap makinës. Kjo djetë. Po, ti thot një këmësor që rike i afikut, një makine, hap kraun, që krata, ku ta hapë? Ku? Ta kemi dhënë planin, zbatoje. Me qëfar dekreti hynor e ke marrë ti drejtën që të më qosh mua planin, ku shqetije, kë përfaqëson. Ata që përfaqësoni ke lërë rrugë bashkë me vetën. Me gjitha të, ata janë të birëpritur, në çdo moment. Në çdo moment, unë e kam thënë dhe përsëris. Unë ju kam gjithë dhe isoj. Juve këtu dhe ata atje, madje, për ata kam pak më shumë dhimbje dhe kujdes se janë një hall më të madh. Juve s'jeni në hall të madh. Ju keni hall në Europës. Po, zotëria atje ka hall në monarkisë. Patjetër. Por janë halle luksoze në krahasim me hallën e tyre. Kështu që hallet tuaj luksoze mbajni vetë. S'ka problem. Se erdhi monarkia, ti je mbret. Nuk të lëviz njeri nga froni. Je mbret pa mbretëri, po mbretje. Gjus, ti nuk je i përgjeshëm. Ti je mbret. Je më shumë. Zoti Gjuzi Ulu, po t'ja vretje pas tregjes së mendjes dyre. Në akoma në Republikë. Kështu që, miqtë e mi, reformën zgjedhore mbi bazën e rekomandimeve të OSBE-Odirit ta bëjmë me herë, urgjent. Ata që janë jashtë nuk e duan. Ju që jeni brenda s'keni pse mos ta doni. Sepse, po ju themi gjë. Ju thoni sistemi. Ata që janë jashtë nuk e duan, sepse një nga ato gjëra që do ta bëjmë bashkë është që mos ketë më komisione votimi politike. Ju e intereson gjë. Se ju, si do të bëhet sistemi, komisioner nuk i vjen radhë meni. Ju mbetet vetëm mbreti në dorë. Ndërkohë që kjo është e mirë për gjithë. Dhe të tjera, gjëra që janë të shkruar aty mos hyn fare, mos dalin fare nga ato. Unë e di që ju keni ide të tjera. Ide të vlefshme. E ne kemi ca ide që mund t'i dëgjoni, nuk keni detyruar t'i pranoni. Edhe ata kanë ide të tyret. Por, e tha mbreti, por, si janë këtu. Kështu që të bëjmë reformën zgjedhore, të presim të plotësohet gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë, dhe t'i themi miqve tanë gjerman, se thash, nuk e dim se çfarë do të shkruhet në vendim. Se nuk e dim, mund të ketë kushe tjera. Se vjen një vend tjetër e thot prit se kam dhe unë një gjë tjetër. Vjen një tjetër shton dhe një gjë tjetër, po përsa flasim dhe atyre që i kemi borxhin më të madh të proces, në kuptimin e mirë të fjalës, sepse nuk na kanë dhënë në një dhuratë, që t'jemi të qartë. Nuk na kanë dhënë në një kredi, thjesht na kanë dhënë atë që meritojmë. Dhe na e kanë dhënë me mundim të madh. Po na e kanë dhënë, po për çelur negociate. Me këto dy kushte, t'ja bëjmë. Dhe le të përfitojmë pastaj pozitivisht nga qënia atyre në kramen e, sepse kushtet e tyre janë plotësuar. Sputrime dhe një të presim tu, që të bijem të gjithë dakord. Për të gjitha. Jo, në këtë pikë bijem dakord për Europën. Për Europën që e doni shumë, edhe e keni majtë gjuhës. Sa e flisni, dhe e përdorni shpesh si shkop për të gjuajtur në krahun tjetër.
Dhe, o në Almandi, dallimi mes meje dhe teje është se ti ke jetuar që në kohën e luftës parë botërore. Unë kam lindur në vitin 1964. Lutem, mos më fut në terrenin e luftrave botërore, se aty jenë avantazh se i ke jetuar vetë, ke qenë në të gjitha frontet e luftës, kështu që aty jam në dizavantazh. Mos më fut aty. Jo, mos ngatro ditëlindjen në certifikat. Ti vjen nga lufta e parë botërore, unë ta njoh këtë merit. Ti flet me kompetencë. Ashtë. Nuk ka rëndësi, Tauland, nuk ka rëndësi. Një mbreti në një parlament i lejohet shkelje rregullar. Për herë të fundit ja vredje e përsëritë të dalësh nga salla. Një mbreti në parlament i lejohet shkelje rregullore. Ai më tepër kur është një mbret pa mbretëri. Një mbret i vetëm. E fundit që kam. Dhe kjo vlen thjesht një shembull për të kuptuar diferencën mes kujt do që ta çojë përpara procesin dhe kujt bën çmos që të gjejë argumenta për t'i mbushur mendjen atyre që e kanë dorë që të bllokojnë procesin. Dhe nuk po ju them mes meje dhe atyre që janë në rrugë, po ju them mes kancelarit gjermane dhe atyre që janë në rrugë. Ata që janë në rrugë, këtu nuk e kam dëgjuar, po ndoshta më ka shpëtuar, ata mbushën dynjan në Shqipëri dhe në përbot. I bën spam emaileve të parlamentarëve gjerman. S'ka gjykat kushtetuese. Dhe kancelaria tha, dhe ju tha, tani, një minut, i kemi kërkuar Shqipërisë të bëjë vettingun dhe të pastrojë sistemin e drejtësisë. Shqipëria nuk ka gjykat kushtetuese, sepse pastrimi ka funksionuar. Natyrisht që mos pasë gjykat kushtetuese është problem. Por, në momentin që flasim, është sukses që është pastruar sistemi dhe është pastruar e gjykat kushtetuese e zhytur në lum, apo është dështim fakti që s'ka gjykat kushtetuese. Kjo është shumë e thjeshtë. Ja si argumenton dikush që nuk është shqiptar, por që mbështet Shqipërinë. Dhe jo vetëm mbështet Shqipërinë, por mbështet Shqipërinë me sytë e ftohtë të argumentave, jo me mendjen e çoroditur të luftës për pushtet. Një shembull i mirë për t'u mbajtur mend. Faleminderit. Olo poshtë, olo poshtë. Olo poshtë, ja. Olo poshtë e presha në sansat tash. Olo poshtë. Atëre, ka diskutimi kryeministrit të rezervoj kohën e diskutantëve të grupit mazhorancës, pasi ishtë me kohë të përcaktuar. Vazhdojmë, fjallën e ka Elda Hoti. Jo, s'ka fjallën. Elda Hoti.